Rruga e amortizuar dhe problematika e ujësjellësit janë kthyer në shqetësime serioze për banorët e fshatit Hoti i Ri në njësinë rrethina të Bashkisë Shkodër. Banorët shprehen se askush nuk kujtohet për ta, teksa rruga është në gjendje skandaloze, e mbushur me gropa me ujë. Ton gropa, s'bie kush mrapa. Ujësjellësin rregullimin e rrugës. Ka problema rruga kur ka reshishjet? Si ka problema, shkojnë fëmija në shkollë, duhet me shoqënuar për ati deri te shkolla. Rruga si peshe një vetë është zënje katastrofike. Atëra është edhe puna ujtë. Tash 15 vjetë janë fut tubat i to. Rrugën na kërkojmë i shtres asfaltit minimalja 5 cm sa është në përfshatna. Ujësjellësin që ka 15 vite, që është komplet tubat, alas në kanë rrujt, kanalizimit që në përfaqet zezi 500 herë kanë matë, rruga si që është e to, nuk kena vetëm 200 shtëpi, po e në 2000 shtëpi që lidhen kjo rrugë kryesore. Pavarësisht ankesave, banorët thonë se nuk kanë marrë asnjë zgjidhje, por vetëm premtime para votimeve. Sa herë që kanë ardhur, kanë kërku ma këtë kërkesa, po ka rënë veshurt. Kur vinë për votime, vinë se të thonë menja po të bojnë rahat për ton jetën. Bëhet fjalë për rreth 2000 banesa në këtë zonë, ku familjet duket se janë lënë në harres nga pushteti lokal.